Agim Bahtiri reagon ashpër Sami Lushtakut. Mitrovica e qytetarëve. Kurrë e banditëve, kurrë e kryeprokurorëve. Kështu e kundërshtoi deputeti Agim Bahtiri banditin e quajtur Sami Lushtaku, i cili tha se Kurti dhe lëvizja vetëvendosje i kanë vjedhur votat dhe ja kanë vjedhur fitore nga dora Arjan Tahirit. Ky është reagimi i plot i deputetit Bahtiri. Zhvatësit dhe manipuluesit që kanë vjedhur e manipuluar me vite Mitrovicën, po tentojnë që përmes ndihmës së kryeprokurorëve të manipulojnë kinse janë vjedhur vota. Kushdo që mendon se mund të blejë drejtësinë, ta di mirë. Koha e frikës ka mbaruar. Koha e llogaridhënies ka filluar. Komisioni Qendor i Zgjedhjeve është i përbërë nga anëtarë të gjithë partive politike. Konform kësaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ai që merr vendim për certifikimin e zgjedhjeve, e jo prokuroria apo grupet e interesit. Kujtojmë se Bahtiri ishte i pari kryetar që shpori grupet e bandat nga qyteti i Mitrovicës. Deri në ardhen e tij si kryetar komune në vitin 2013, Mitrovica udhëhiqej nga një kryetar kukull, që dirigjohej nga Sami Lushtaku dhe hajdutët si ai, që njëri tokë të Kosovës e kanë bler 50 cent dhe e kanë shitur 5.000 euro.